Një vend i vogël në mes të Europës, i mbushur me burime natyrore të pashtershme, me një klim të butë mesdhetare, ku në horizont shkëlqejnë Alpet e freskëta dhe një bukuri të rrallë. Një vend i vogël, por me një kulturë të madhe dhe të veçantë. Kjo është Shqipëria ime, vendi im i dashur. Ky vend ku vetë shqiptarët ruajnë traditën dhe kulturën e tyre të veçantë, i zhvilluar me hapa gjigant në të gjitha aspektet dhe që në çdo kohë pret vizitorë të rinj për vetë pozitën gjeografike dhe për bukuritë e saj të rrallë. È la prima volta che vengo in Albania ed è un paese che sto scoprendo poco a poco. Vlerat e ruajtura të trashëgimisë kulturore janë pjesë integrale e këtij vendi fisnik. Me një popullsi krejtësisht etnike dhe ku rinia jep jetë gjallëri në një vend që i thonë Shqipëri, janë treguesit më real të një shteti evropian. Kjo është Shqipëri e vogël, por me njerëz të mëdhenj, të cilët kanë lënë gjurmë në histori. Ky shtet buzë Adriatikut jep pamje në një vend turistik që lakmohet shumë nga turistë të ndryshëm të shteteve të tjera. Il posto è molto bello perché è circondato da montagne, c'è il mare, il fiume. Quindi lo spettacolo è molto interessante. Ashtë një qelë që na bashkohë, e një djepë që na burnohë, ashtë një gjuhë që flasim tane, Sot, ky shtet, pjesëtar i Aleancës dhe pjesëtar i NATO-s, po tregon vlerat e tij të një vendi evropian. Kjo është Shqipëria, vendi i shqiponjave dhe shqiptarëve. Ky është vendi im, ky është vendi im i dashur.